Atëherë, mirë mbrëma të gjithëve, faleminderit shumë për durimin që keni pritur deri tani. Dobrý večer všem. Në konferencë për media të pas ndeshjes me trajnerin Silvinho. Nezlobte se, že jste vydrželi tak dlouho. Jsme připraveni na tiskovou konferenci s trenérem Silvinho. Dhe do ta nisim në pyetje Sabina po. Albanska televize. Mirëmbrëma, Sabina Metere të Sport. Së pari urime, jemi të gjithë të emocionuar me një këmbë drejt Euro 2024-s. Meritoni një bravo shumë të madhe. E kishit menduar këtë rezultat dhe në fund në vërshëllimin e fundit. Çfarë menduat? Děkujeme moc. Děkujeme, jsme jednonohu v Německu, nádherný výsledek, co myslíte? Volentieri Sabina. Děkuji. Una gara non è facile da gestire, da capire. Il risultato mai pensiamo in risultato, pensiamo in vincere. Però certo loro sono una squadra forte, l'ho detto già più di una volta. È la prima volta che perdono una gara. Loro avevano preso solo 2 gol, ragazzi. Questa è una squadra fisica, forte, molto ben allenata, calciatori forti, bene. Poi io penso che abbiamo fatto molto bene e abbiamo fatto una gara perfetta. E dopo, certo, con il send-off lì ha cambiato tanto. Lì ci dà la possibilità di un secondo, un terzo gol. Però è una gara come di Praga, l'ho detto, è a pari, Già fare a pari con loro non era mica semplice, è una squadra molto forte. Noi abbiamo fatto veramente bene. Ne bëm një ndeshje shumë të mirë, por sigurisht që ka qenë një ndeshje shumë e vështirë edhe për tu menaxhuar, sepse luani ndaj një kundërshtari shumë të fortë siç ishte Çekia, që vinte këtu pa asnjë humbje deri tani, vetëm 2 gola të pësuar, një ekip shumë i mirë, shumë kompakt në fushën e lojës, i fort fizikisht, dhe unë duhet të them që Shqipëria bëri një ndeshje shumë të mirë, ose për ta thënë më shkoqur, bëri ndeshjen perfekte. Normalisht edhe kartoni kuq ndryshoi edhe rrjedhën e lojës, por në krahasim me ndeshjen e Pragës ishte shumë e balancuar. Jak jsem říkal na začátku, Česko je silný mužstvo, oni dostali za celou tu dobu v kvalifikacích jenom 2 góly. Je to agresivní mužstvo, je to velmi, velmi dobře trénovaný, velmi dobře připravený mužstvo. Po červené kartě samozřejmě ta situace se odehrála úplně jinak. Věci se měnily, ale stále říkám, že prostě jakoby proti takovým soupeři vždycky se hraje složitě. Oni jsou velmi dobrý. Ernest Koç nga raporteve, tani që jemi me një këmbë e gjysmë në Europian, a duhet kemi frikë se Silvinjon mund të na marrin kombëtarët të mëdha? Teď, když jsme blízko EU v Německu, nemyslíte, že Silvinja by nám mohl ukradnout nějaký větší národní mužstvo? Ernest Mucci. No, io sono contento. Stiamo facendo bene tutti. Io non ci credo in un lavoro da solo, ci credo in tutto, in tutta una struttura. Já jsem velmi rád, já nejsem sám, já věřím v týmové práci, věřím ve strukturované práci. Abbiamo fatto un passaggio importante, una squadra durissima, difficile, un passaggio importante, 3 punti, però ancora non è finita. Udělali jsme důležitý krok, vyhráli jsme 3 body, ale ještě nic neznamená, neskončilo to ještě. L'ho detto sempre che a novembre si decide tutto e ancora è così. Jak jsem říkal, v listopadu všechno skončí, takže jako uvidíte, co to bude. Unë jam shumë i kënaqur sepse po bëjmë një punë shumë të mirë, edhe nuk besoj as pak te puna, te fakti që puna mund bëhet vetëm gjithçka, pra i vetëm mund bësh gjithçka absolutisht. Unë jam njëri që besoj se duke pasur strukturën e duhur, duke punuar bashkë, mund të arrihen rezultate të tilla. Kemi bërë një hap shumë të rëndësishëm përpara, por absolutisht nuk mund të themi që ka mbaruar apo të kemi eufori me një këmbë etj në Europian. E përsërisim edhe një herë në nëntor do të vendoset gjithçka dhe akoma s'ka mbaruar asgjë. Já bych se pana trenéra zeptal, v Praze, před tím zápasem v Praze, on hodně chválil trenéra Šilhavého. Tu etapës trajnerin para ndeshjes në Prag e ka vlerësuar shumë punën e trajnerit ček, Shilhavi.
Takže jak moc si cení toho, že ho že ho vlastně v těch dvou zájemných zápasech o hodně převýšil? Ještě jedno, pardon. Jak moc si cení toho, že ho ve výsledku těch dvou zápasů o tolik převýšil? Sai vlerëson që në të dyja ndeshjet e ka mundur me diferencë punën e tij. Cioè tu quando hai parlato a Praga, Dopo la gara. no, anche prima, anche dopo, ha parlato molto bene di Sinhavi. Io. Sì, ha apprezzato Për molto. punën e tij, për punën e Shilavit dhe si trajner e ka vlerësuar. Anche come allenatore. Pastaj Pjesa tjetër ishte që si mendon që sepse në të dyja ndeshjet e ke mundur me diferencë. tutte le due partite hai Ke bërë një punë me diferencë më të madhe se ai. Ke dalë me sukses shumë. fatto una grande differenza rispetto a lui. No, ma non sono molto d'accordo. Prima di tutto io penso che chi la fa la grossa differenza sono i calciatori, chi giocano. Noi dobbiamo gestire. Ribadisco che io ho visto Repubblica Ceca dell'ultimo anno, 2 anni, ho rientrato a vedere gare importanti da loro, che lui è lì già allenatore da 4 anni o forse di più. E lui è un grandissimo allenatore, c'è grandissimi calciatori. Ribadisco che questa è la prima gara che lui ha perso. Loro sono forti e in grado di andare in avanti in gironi, una squadra forte. Unë kam parë shumë ndeshje të Çekisë, qoftë edhe të 2 viteve të fundit, po flasim për një trajner Silhavi që ka shumë vite aty, një trajner shumë mirë dhe që ka bërë një ekip shumë të mirë dhe kjo mund të themi që është humbja e parë për Čekinë. Ja sam viděl pana trenéra Šilavio během 2 let jeho práce, on je dlouhodobě u týmu, musím zdůraznit, to je silné mužstvo, to je velmi kvalitní trenér, je to její první porážka, jo? Takže jsem to řekl i v Praze, řeknu vám i tady. Unë mendoj që, thot Silvinjo, unë mendoj që diferencën, nëse do të bëjmë një krahasim me trajnerin e Çekisë, diferencën e bëjnë lojtarët që kemi ne në fushën lojës, të cilët ne duhet i Ale menaxhojmë jestli pas. budu mířit tu práce, jakoby jestli jsem ho přivyšoval, bych řekl, že rozdíl na hřiště udělali hráči. Já bych se ptal trenéra, jak vlastně blízko je mužstvo postupu, protože si to dobře počítám, tak chybí Albánii k jistotě postupu už jenom bod. Do të pyesja tani Je tam jednou nohou už tedy na šampionatu. Afër Shqipëria kampionatit evropian, sepse nëse llogaris mirë, Shqipërisë duhet vetëm 1 pikë. Forse l'Albania serve solo un punto per andare, può servire anche un punto per andare all'Europeo. Tu come la vedi quando siamo vicini alla qualificazione dell'Europeo? No. Io l'ho detto al principio, a marzo, il gironi è un girone duro, c'è tanto riparto di punti. Dopo dobbiamo aspettare, noi non giochiamo la prossima gara, dobbiamo aspettare, dopo quando finisci fra 3-4 giorni tutte e 2 gare che abbiamo in gironi, lì iniziasi a fare il conto. In questo momento non sappiamo, impossibile da capire, impossibile. Pra në këtë moment është pamundur për të kuptuar, pra sa i përket objektivit, është akoma shumë shpejt. Ka edhe 2 ndeshje që do të luhen në ditën vazhdim, pra në grupin tonë, ndërkohë që Shqipëria luan një miqësore, ekipet e tjera do të jenë të angazhuara dhe aty do të kuptojmë më mirë se si do të jetë situata dhe për shembull mund të fillojmë bëjmë në llogari, por trajneri ka thënë që në muajin mars, që në fillim, që kemi të bëjmë me një grup shumë vështirë, pra edhe sigurisht që është e vështirë për të bërë llogari deri në fund. Nebudu jakoby říkat, že my jsme, nebo že nám stačí jeden bod. My, jak jsem zdůraznil, bude se rozhodovat ještě po 2 těch zápasech, co zbydu. My teďko máme pauzu, budeme čekat na výsledky ostatních mužstev a poté budeme počítat. Kjo ishte edhe pyetja e fundit, më falenderoj Takže shumë. poslední otázka. Durime dhe uroj gjithë mirat. A přejeme hodně štěstí. C'è qualcuno? Deixa eu falar vedere, Nathan Mir.